Drejtuesit e automjeteve që kapen duke drejtuar makinën në efektin e alkoolit mbi 0.5 gram për litër, do të hiqet patenta përgjithmonë. Kështu thuhet në një amendament të propozuar nga Partia Socialiste për kodin rrugor. Kur nga verifikimet e parashikuara në pikat e këtij neni rezulton një vlerë alkoolike më e lartë se 0.5 gram për litër në gjakun e drejtuesit të mjetit dhe ky drejtues është konstatuar i ndëshkuar më parë për drejtimin në mjetit në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur, në rast përsëritje merret masa e heqjes së lejes së drejtimit përgjithmonë. Por jo vetëm kaq, në dokument kërkohet ndalimi i përdorimit të celularit për biçikletat dhe motorët elektrik. Masa të ashpra do të ketë për ata persona që i japin makinës pa leje drejtimi. Atyre do të shtyhet e drejta për të pajisur me patent për 1 vit, ndërsa për të miturit, afati shtyhet me 2 vite, nga momenti kur u linte drejta për ta marrë atë. Ky amendament i hartuar nga deputetët Ursi Manja dhe Erion Braçe, parashikon dhe kufizime për shoferët e rinj, të pajisur me patent të kategorisë B. Drejtuesit e mjeteve të cilët janë pajisur me leje ndërtimi të kategorisë B brenda 24 muajve të fundit, i nënshtrohen këtyre kufizimeve të posaçme. A. Kufiri i lejuar i alkoolit në gjak është 0%. B. Shpejtësia maksimale e lejuar është 90 km/h në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore, si edhe 80 km/h jashtë qendrave të banuara. C. Ndalohet drejtimi i mjetit nga ora 24 deri në orën 6 të mëngjesit, pa praninë e një drejtuesi shoqërues, i pajisur me leje drejtimi prej të paktën 3 vitesh. Amendamentet përfshin dhe rritje të gjobave për shkeljet e rënda në qarkullim, si manovrat agresive, ndryshimet e shpeshta të korsive pa sinjalizim dhe sjelljet e rrezikshme në zonat urbane.